ose sikur se ka thënë Allahu xhallahu ala në surën Al-Hashr në ajetin 21, "Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah." Po t'ja këshëm zbrit këtë Kur'an kodrave, bjeshkve, Himalajeve, Alpeve, bjeshkve të namuna, që mi pas mund për lartësisht, apo? Atyre me ja pas zbrit surën Fatiha. Çka kesh me ndodhë? Tash paramnat ti po këshyr, apo? Një pesh e ronë po bjen me një objekt. Po dënë me e shiku efektin e kësaj bare mbi një trup. Eksperiment, fizikantat bojnë, apo ndikimi i peshës së këtij trupi mbi këtë trup. Çfarë po ndikon? E nxirrin rezultatat apo? Allahu po thotë që po usillim një mostër të peshës së Kur'anit. Në qovë se këtë Kur'an i azbresim kujna, kodrave, s'ka thonë kodrinave, luginave, kodrave, përfshien këtë kodrat e dunjes, bjesht, malet, qka do ndodhe? Mere këtë pamje dhe bëne në ingjizim të ngadalsuar. Ka po ku dërmi po të detale, e bëne në ingjizim të ngadalsuar. Gjitho detal me mosmetik. Nëse prezentimi i ngjarjes në sekondat normal tikin shumë sekuenca, shumë detale tikin, s'u sheh. Andaj ata ku dën me këqyr çka ka ndodhur, kush çka ka bë, e bën me ingjizim të ngadalsuar. Andaj merr ajetin edhe përcjellë me ingjizim të ngadalsuar. Paramendoje kodrën e madhe në këtë dunja. Paramendoje bjesht e namuna, që i ki përreth i shumë, ose paramendoje Himalajat, ose paramendoje një bjesht madhe në botë që është. Para sa është e madhe, edhe para është ka i vjen surja Fatiha kësaj. Edhe si po e prek sura nximin ngadalsuar ti ka dalë më nat. Si po e prek sura Fatiha majet e kësaj, la ra'aita esha. Allah la ra'aita ti esha. Këtë kodër khashi'an mas pari, kjo kodër fillon mu përul nga madhnimi i ajetit, pastaj nuk e duran përulën mutasaddian, edhe për një herë shpërthan. Min khashyatillah, nga frika për Allah xhallahu ala, guri që çikert inxhimi ngadalsum i prekës së Kur'anit me një objekt të ngurtë që është kodra, mali, bjeshka kështu më radhë. E tani kur e ke këshyr këtë ingjizim, apo tash do me bëj këtë eksperiment me bjeshkën tonë, se edhe kjo është guri. Apo edhe merr çet këtu apo është khashian. Allah po të kodrat bëhet khashian, e pa ti e pa. Në inxhim të ngadalsum ti e pa kodrën tu përul. Po s'pesh, ja, e pa se Allah po ti dush me pa. Apo mutasaddian që apo që tan përpara dhe formulimi mutasaddian çaq thje dhe shpërthan që grim cop nuk jetë kodrës ato. Nga surja Fatiha. E merr Fatihën ti dhe qetësh në bjeshkën e Alpeve tuja këtu apo më ra. Që ças ka këtu, tuli far gjallëse, tuli far egërsine, a tuli far ariu, tuli far ujku, çka s'ka këtu? Çka s'ka këtu se njëri merr pejcicimet, ai për shembull, lakmiçari e ka i dhelpën këtu, apo ai tjetri ka ujë këtu, ai tjetri ka i arush këtu, gjithçka ka këtu, këtë kodër. Edhe do më ashtu surën Fatiha. Tash ti tu e prek surja Fatiha zamrën, a peshe khashian, a peshe ke zemër që po shkon kapa këtë unj kujt për Allah, s'është më e nalt, apo vren. Apo meditoj që të përcjellë bank si ingjizime, apo dhe si përcjellë me ingjizime të ngadalsuara të ndikimit të Kuranit. Këtu prova të vazhdueshme, këtu meditime të vazhdueshme me lejen e Allah xhallahu ala, do ta ushqejnë zemrën me dhimbje të Allahut subhanahu wa taala.